Ne dim se çfarë materiali nxjerrët nga këto. Këto dim një material se bota nuk e ka. E ne na ka falëzuar këto. E na mundohen as gjithë për ta nxjerr. Këto e nxjerrin fshetas materialin. Për çfarë materiali e ke fjalë? Materialin bakrin ka shumë lloj materiale këto se ne nuk i dim. Nuk i njohim. Edhe këto i nxjerrin fshetas, nxjerrin ka 2-3 kamiona trala se shkojnë me koncentrat. Çdo ditë, po është edhe na thojnë ne jena minos me fitimet këto. Edhe nuk ngrin rroga. Kërkon një rrogë, pse vjen këto nuk na pranojnë kushtizyret. As pala shqiptare, le të themi as pala turke? As pala turke, se ne me palin shqiptare punojmë, se palin turke nuk i njohim na. Ato lanë punën atje, na komandon pala shqiptare pastaj. Se më ju thoje pala shqiptare, bajnë pala turke. Ne e kuptoj. Pra, ju nuk ju dëgjon njeri. Keni Keni ardhur në ditën e protestës. Ne na thonë vetëm hajde, ku kena më shku? Sulm gjithë ke puna përpara, se ku shkojmë, se është i armatos veni, se nuk është i armatos veni, atë nuk dën me e ditë kush. Si që shifni, këto janë element krejtësisht të sigurisë, të kretuar, të siguruar, të armatosur, sinjalizuar dhe të ajrosur dhe ky turn është i programuar për të bërë transportim mineralit. Kina rreth pas raste se na ka ra gur e fshehin, nëse dëmtohet një njeri e fshehin. I thonë hik, thonë se ta paguajmë ditë punë, nuk shkojnë te spitali. Fshehin gjitha. I fshehin, ë? I fshehin, nuk e raportojnë si incident. Si incident se ka ndodhur, për shembull, e rrehin se na hallxhihemi. Na japin 5 lekë më tepër për shembull një ditë punë plus edhe e fshehin aksidentin. Po ka ndodhur aksident. Ka ndodhur disa raste që janë çuna këto të flasin vetë. Ka ndodhur mua aksidenti, nuk më kanë paguar raportat, unë kam një muaj pa bën raportat, kam shkuar në shtet, edhe nuk kanë paguar raportat të punës. I fshehin gjitha aksidentet. Po atë ditën e protestës të grevës që pam, ç'a ndodhi? Pse u fut policia? Pati në një konfrontim, në një fjalë të thënë më shumë, pse reagoi ashtu policia? Po erdhi ai zyrtari i turku këto, kaloi hyrja nga rruga dytësore, ne erdhi si fort, do të kalonte këto me zor. Po? Ai e shikonte në një orë aty te blloku, shikonte se këto ne kemi bllokuar rrugën. Ai thotë jo kam toleruar shumë thotë, unë nuk ju toleroj më. Thotë unë do të dal nga këto, thotë se s'ban të dal këto. Dhe erdhën policia me forcë, që kanë zhaj, tjetër i kanë thuj kamën ti, ka kamën sagat. Ka dhunun atë ditë, ë? Dhunun e kanë çekë. E denoncove? Po denoncove. E kanë çekë si një kafshë. Edhe kafshë. Sa mori policia denoncimin? Apo nuk shko? Edhe kafshë mbrohen më shumë shtet, jo më njerëzit. Ja dash gazetarëve tamam. Po mirë, ajo e gazetarit kjo quhet denoncim publik, po denoncim në institucion. Bëre? Adresë personi që ka adresën. Ne nuk e dim çfarë institucione, na dim me shkojmë me një ditë punë me shoh rrogën te Kalamajt, as nuk na del, shkojmë gjithina me marrim rrogat. Sa me moj, as me moj Kalamajt me buk, me këtë rrogë me 40000 lekë. Shtash na kanë bërë 40000 lekë. Sa veta ke në shtëpi? Sa që mban? Kam 3000. 3000 ti kesh me jetë. Ti kesh me jetë vetëm këtë rrogë mbash? Vetëm me këtë rrogë. Me këtë rrogë. Po. Do vazhdoj rrogën, do ta merrni rrogën këtë muaj, si t'ja bëni, si ta mbyllni këtë muaj? Po inshallah po rregullojnë me sindikatat e po na animojnë se na këto shpresojmë se na vetë çfarë shpresojmë, ne na çekin zhaj, na nxjerrin, kur na nxjerrin ton, po këto çfarë presin prej tyne? Çfarë do të presin prej turgut? Kur mban mend një veprim që ti e vlerëson nga kompania në harkun e 11 viteve. Çka ka bërë kjo kompania për ty në 11 vite? Çka ka bën në herë se kam marr gazin, se kena shkuar në spital këtë herë na ka bën, se kena shkuar ka herë mua gjithë punëtorët janë të ftofur, janë me raporta, dhe raportat nuk ja paguajnë se më shkon te doktori atë thotë raportin pse ti nuk je i smuntur, se nuk mundon ja japi raportin doktori, se thotë nuk më heqin për i punë dhe shef punë vetë ai drejtë. Ka frikë doktori me dhënë raport? Se deri ke doktori ndërhyn? Edhe drejtori, të gjithë. Doktori kompanisë, jo thashë se mos ndërhyn tek mjekët tanë. Jo s'ke kush më shkuar as ke. Nuk të lën kot, atje nuk të lën. Vetëm ke privati. Faleminderit.